Gjithsesi unë besoj që ne mund ta konsiderojmë veten me krenari një forcë politike që thot gjërat që do bëj dhe bën gjërat që thot. Dhe i qëndron gjërave që thot për t'i bërë me këmbgulje. Dhe shembulli i shembujve është reforma në drejtësi. Kur ne shkruanim programin elektoral përpara sa të fitonim zgjedhjet e para, ne flisnim për të përfshirë në program reformën në drejtësi. Dhe debati mes nesh ishte si mund ta përfshijmë ne në programin elektoral një reformë që nuk është një reformë që mund ta bëjë një parti, qoftë edhe sikur ne të fitojmë zgjedhjet të vetëm. Dhe unë i thosha së bashku me atë pjesë që mbronte një mendim që kjo duhet bërë me patjetër, i ka ardhur koha, në një mënyrë ose një tjetër ne do ta bëjmë. Por ne duhet ta vendosim aty. Dhe duhet ta shpalosim si qëllim që ne duam të pavarësojmë drejtësinë në Shqipëri, e cila nuk ka qenë kurrë e pavarur qysh nga dita e parë e themelimit të shtetit shqiptar në 1912. Dhe faktikisht ne ja dolëm ta bëjmë këtë gjë. Me të gjitha vështirësitë, me të gjitha konfliktet që u krijuan, kundërshtitë, me të gjitha tmetat apo dobësitë, ne ja dolëm ta bëjmë dhe ja dolëm të bëjmë diçka që asnjë forcë politike në historinë e këtij vendi nuk e mori ndonjëherë përsipër për arsye të ndryshme. Këtë e ka bërë Partia Socialiste. Dhe kjo është një arsye për të qenë krenar në raport me fëmijët tanë dhe në raport me historinë që do të shkruhet nesër.